Mund të thuash i kam votat për qeveri, dhe atëherë cili është problemi? Atëherë zoti Kurti nuk po i përdor këto vota për ta zgjedhur Albulena Haxhiun? Atëherë ai bie që patriarkalizmi është pikërisht ai, sepse ai votat që i ka për ta zgjedhur qeverinë e Republikës së Kosovës nuk po i vë në shfrytëzim. Votat nuk harxhohen, nëse i ke 61 vota për qeverinë, atëherë i ke 61 vota edhe për Albulena Haxhiun. Cili është shpjegimi? Domethënë pse nuk i përdor ai këto 61 vota? Nëse i ka, atëherë ai i bie që është duke denigruar figurën e zonjës Haxhiu, sepse po i ka numrat këtu, po i thot asaj unë këtu vota nuk mund t'i përdor për të bën ty kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, po i ruaj një 3 ditë pas që ta votoj qeverinë e Republikës së Kosovës. Në qoftë se këta do të nxirreshin prej zyrave të cilat i kanë okupuar, unë jam shumë e sigurt që mas 48 orë më së larti do të konstituojë Kuvendi. Sepse këta nuk do të rrinë. Nxirreshin? Po, absolutisht, sepse janë uzurpatorë. Duhet të nxirren. Si? Duhet të mos lejohen që të hyjnë në zyra. Kusht mos i lejohen? Sepse unë nuk duhet organet e drejtësisë, prokuroria, gjyqësori, policia dhe të gjithë të tjerët.